Kalin si ideje që kë është qejzi jem, s'kom pas diçka tjetër qejz përveç libra. Edhe ajo pyeti, çysh e kemi për me shkruaj librin? Kjo tha kosovar, po në herën e parë është e vërtetë që s'kom dëgju, po fatjona për më nxit më qysh, kjo kosovar dhe realisht që shikimi ka bashkë me fillu çdo gjë, me së vërtetë. Tani tu diskutu për libra, dhe kështu që fillom me takime. Fillimisht unë kom studiu letërsi shqipe. Nga librat që i kom pas edhe në shtëpinë e babës, kam dashur mi sistemu edhe ato dikon, edhe ka lind si ideje që kë është qejzi jem, s'kom pas diçka tjetër qejz përveç libra, edhe ka lind si ide pasi që edhe Albini ka pas kogja një pjesë librave. Ka lind si ide që une për qejz mi pru librat edhe me ndërtu edhe këtë bibliotekë që po shihet. Kështu ka lind ideja. Jo, pasi që edhe kë studion letërsi, ka studiu letërsi shqipe, edhe ideja ma e mirë nuk ka ku shkon. Dy tina që i dojmë libra, dy tina taku në librin na ka taku me një promovim të librit, që stonë Fationa Bojres. Jëm kanë afër Fationës duke nënshkruaj librat, dhe realisht unë jëm kogja i lodhën jëm kanë atë sepse përveç që kom pas me folë për librin, çdo gjatë organizimin ka ra me i bë bashkë me Fationën. Edhe ajo pyeti, çysh e kemi për me nënshkruaj librin? Kjo tha kosovar, po në herën e parë është e vërtetë që s'kom dëgju, po Fationa për më nxit më qysh, kjo kosovar dhe realisht që shikimi ka bashkë me fillu çdo gjë, me së vërtetë. Tani tu diskutu për libra, dhe kështu që fillom me takime dhe ja tash. Edhe tash shpesh edhe regjistrim kur të bëjmë edhe me, se kam qenë kogja shumë e qenë edhe koleksionues edhe i botimeve të ndryshme. Për shembull, shënojmë edhe vitin e botimit, edhe shtëpinë botuese ndodh që kemi libra të njëjta, apo që janë të shtëpive botuese, nëse janë botime të huaja janë përkthime ndryshme, kështu që shpesh kam qenë edhe mi krahasu përkthimet edhe gjithmonë me lexuata që ka më shumë vlerë.